Policia e Tiranës ka reaguar për zbulimin e një shtëpie bari në Laknas. Blut thonë se në pranga kanë rënë 2 vëllezër, të cilët dyshohen se kishin përshtatur banesën për këtë veprimtari kriminale dhe është proceduar penalisht babai i tyre për moskallëzim. Të arrestuarit janë Shkëlqim Matraxhi, Fatmir Matraxhi, 38 dhe 28 vjeç, si dhe Endrit Paja, 29 vjeç. Policia shpërndau edhe pamjet e operacionit, ku mësy në shtëpinë e barit, të pajisur me mjetet më të sofistikuara për kultivim, teksa gjeti edhe drogën e mbjellë dhe një sasi të paketuar dhe përpunuar. Burimet policore bëjnë me dije se nga kontrollet në shtëpi u gjetën dhe u sekuestruan në cilësinë e provës 20 bim kanabisi rreth 60 cm të larta, një sasi kanabise përpunuar, 5 llamba për ngrohje dhe ndriçim, 2 filtra për pastrimin e aromave, 3 ventilator fleskues, 2 pajisje për matjen dhe rregullimin e temperaturës dhe pajisje të tjera elektrike. Në vijim të hetimeve është vënë në pranga edhe punonjësi OSHE, shtetasi EP 29 vjeç për shpërdorim detyre, pasi dyshohet se ka favorizuar këtë veprimtari kriminale duke mos evidentuar lidhjen e palishme të energjisë elektrike.